Aleksandri i Madh, historia e një pushtuesi të pavdekshëm. Një natë vere, në vitin 356 para erëson, një zjarr përpiu tempullin e madh të Artemitës në Efes. Legjendat thonë se ajo natë ishte ndryshe. Një augur i keq, thanë profetët, një shenjë se diçka e madhe po ndodhte në botë. Të njëjtën natë, në Pella, kryeqyteti i Maqedonisë, lindi një djalë që do të sfidonte kufijtë e botës. Ai fëmijë do t'i quajë Aleksandër, biri i Filipit dhe Olimpias, ose siç besonte nëna e tij, biri i vet Zeusit. Ai do të hynte në histori si Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh është një nga figurat më të lavdishme dhe më të diskutueshme të historisë. Një strateg i pamposhtur, një gjeni ushtarak, një pushtues i pamëshirshëm apo një vizionar që bashkoi botën. Disa e quajnë hero, të tjerë tiranë të pangopur për pushtet. Por, cila është e vërteta? Në këtë video do zbulojmë përse Aleksandri është ende një figurë kaq kontradiktore. Aleksandri lindi me 20 korrik 356 para erëson në Maqedoni, një mbretëri e vogël, por ambicioze në veri të Greqisë. Ai ishte i biri i Filipit të dytë të Maqedonisë dhe Olimpias, një grua e fortë e devotshme ndaj miteve. Babai i tij ishte një mbret i fuqishëm, që e ktheu Maqedoninë në një superfuqi ushtarake. Që në vegjëli, Aleksandri u dallua se ishte i veçantë. Ai nuk ishte vetëm i fortë, por edhe i zgjuar. Që nga fëmiria, Aleksandri nuk ishte si fëmijët e tjerë. Ishte i pangopur për dije, i pangopur për madhështi. Kur mbreti i Filipit II e pa djalin e tij duke zbutur kalin Bucephalus, një bish që askush nuk mund ta kontrollonte, ai tha: "Biri im, ti do të duhet të gjesh një mbretëri më të madhe se Maqedonia, sepse këtu nuk ka vend për ty." Kur Aleksandri ishte 13 vjeç, babai i tij, Filipi II, vendosi që ai të kishte mësuesin më të mirë të mundshëm. Ai ftoi Aristotelin, filozofin e madh grek, që të bëhej udhëzuesi intelektual i djalit të tij. Mësimet zhvilloheshin në një vend të veçantë në qytetin Mjeza, larg politikës dhe betejave. Aristoteli i mësoi Aleksandrit filozofinë, matematikën, shkencën, artin e fjalës dhe strategjinë politike. Por më e rëndësishmja ishte se ai mësoi idetë e mëdha të kulturës greke dhe konceptin e njeriu të madh. Pra, një lider që jo vetëm sundon, por edhe qytetëron. Aristoteli mësoi Iliadën, i fliste për Homerin, por Aleksandri u rit duke adhuruar Akilin, heroin që ai do ta merrte si model të jetës së tij. Madje, kur Aleksandri nisi fushatën e tij kundër Persisë, ai mori me vete një kopje të Iliadës, të cilën e mbante gjithmonë në një jashtëk. Kur arriti në Trojë, ai bëri një gjest simbolik. Vizitoi varin e Akilit dhe la aty një kuror, duke e quajtur atë heroin më të madh të të gjitha kohërave. Në vitin 336 para erëson, kur Aleksandri ishte vetëm 20 vjeç, një ngjarje tronditëse ndryshoi përgjithmonë fatin e Maqedonisë. Filipi u vra në mënyrë misterioze në një banket. Shumë historianë mendojnë se ishte një komplot politik. Të tjerë besojnë se vetë nëna e tij, Olimpia, kishte dorë në këtë vrasje për t'i hapur rrugën djalit të saj drejt fronit. Mësohet kështu, pasi Filipi II tashmë ishte dashuruar me një grua tjetër dhe nga kjo lidhje kishte ardhur në jetë një fëmijë që rrezikonte pozitat e Aleksandrit drejt fronit të mbretërisë. Aristokratët Maqedonas dyshonin të një sundimtar kaq i ri. Disa qytete greke, si Athina dhe Teba,
shpresonin të çliroheshin nga sundimi i Maqedonas. Në veri, fiset ilire dhe trake shpresonin të shkëputeshin. Por Aleksandri nuk kishte kohë për dyshime. Me shpejtësi, ai mori kontrollin e ushtrisë dhe veproi me një brutalitet që shokoi gjithë Greqinë. Ai marshoi me 30.000 ushtar drejt Greqisë. Athina u bind, por Teba refuzoi. Aleksandri veproi me një egërsi të pashoqe. Ai urdhëroi që qyteti të digjej dhe mbi 6.000 teban të vriteshin ose shiteshin si sklever. Vetëm populli i poetit të Pindar u la i paprekur, si një simboli respekti ndaj kulturës. Mesazhi ishte i qartë. Kush i kundërvihet Maqedonisë, do të zhduket. Në këtë moment, Sparta, Athina dhe gjithë Greqia i u bindën. Ai vrau rivalet e tij dhe u shpall mbret. Por Aleksandri nuk kishte një mbret si gjithë të tjerët. Ai nuk donte vetëm Greqinë. Ai synonte gjithë botën. Sytë e tij tashmë ishin kthyer drejt perandorisë më të fuqishme të kohës, Persisë. Në vitin 334 para erës sonë, Aleksandri kaloi Hellespontin me 40.000 trupa dhe zbarkoi në Azi. Përballja e parë me persët ndodhi në betejën e Granikut, ku ai triumfoi me një strategji brillante. Më pas, vjen beteja vendimtare e Isosit në 333 para erës sonë, ku Aleksandri përballet me vetëmbretin pers Darius III. Aleksandri e shkatërroi ushtrinë persiane dhe Darius detyrohej të largohet, duke lënë pas familjen e tij. Në vetëm pak vite, Aleksandri marshoi drejt Azis, duke pushtuar kështu Persin, Egjiptin dhe deri në Indinë e Largët. Ai kurrë nuk humbi asnjë betejë. Përveç se ishte një gjeni ushtarak, legjendat thonë se ai kishte me vete edhe fatin e perëndive. Kur arriti të pushtonte Persin, ai u quajt mbreti mbretërve. Në 332 para erës sonë, Aleksandri hyn në Egjipt, ku pritet si çlirimtar. Ai viziton orakullin e Amonit në Siva, ku shpallet biri i Zeusit. Këtu themelon qytetin e Aleksandrisë, një qendër kulture dhe dijesh që do të lulëzonte prej shekujsh. Por Aleksandri nuk ishte vetëm pushtues. Ai themeloi 10 qytete me emrin e tij. Krijoi një kulturë të re, ku lindja dhe perëndimi u përzihen. Vendosi themelet e botës helenike në çdo territor që pushtoi, por pushteti kishte një çmim. I jetur për më shumë, në 326 para erës sonë, Aleksandri marshon drejt Indisë, një tokë e pasur dhe e panjohur për grekët. Në atë kohë, besoi se India ishte fundi i botës. Aty përballet me mbretin Porus, në lumin Hydaspes. Në Indi, përballet me një armik që nuk e kishte imagjinuar kur, elefantët. Elefantët ishin si tanke të gjalla, duke shkelur ushtarët Maqedonas dhe duke shkaktuar humbje të mëdha. Pas një lufte të ashpër, Aleksandri më në fund fitoi. Megjithse fiton, ushtria e tij ishte e lodhur dhe refuzon të shkojë më tej. I detyruar të kthehej, ai bën një rrugëtim të rrezikshëm përmes shkretëtirës së Gedrosis. Aleksandri nuk u bë i famshëm vetëm për pushtimet e tij, por edhe për marrëdhëniet e tij të veçanta. Ai u dashurua me Roksanën, një princesh nga Baktria, një lidhje që kishte si bazë jo vetëm pasionin, por edhe politikën. Ndërkohë, marrëdhënia e tij me Hefestionin, generalin dhe mikun më të ngushtë, mbetet një nga misteret më të mëdha të historisë. Ishte dashuri apo vllazëri? Kjo mbetet e paqartë. Por ajo që dihet është se Hefestioni ishte personi më i afërt për Aleksandrin, ai që ndante me të ëndrat dhe ambicjet. Kur Hefestioni vdiq papritur, Aleksandri u zhyt në një dëshpërim të thellë, duke mbuluar qytetin me vajtime, duke organizuar një funeral madhështor dhe duke shpallur atë si një perëndi.
një nderim që vetëm më të mëdhenjt meritonin. Në vitin 323 para erëson, Aleksandri i Madh u sëmur papritur në Babiloni pas një feste. Disa studiues mendojnë se ishte një eth e zakonshme. Të tjerë besojnë se ai u elmua nga njerëzit e tij, të lodhur nga luftrat e pafundme. Pas ditësh agonie, në moshën 32 vjeçare, ai vdes, duke lënë pas një perandori gjigante, pa një trashëgimtar të qartë. Gojdhëna thotë se kur u pyet se kush do të ishte trashëgimtari i tij, ai thjesht tha: "Më i forti." Në moshën 32 vjeçare, ai u shua përgjithmonë. Trupi i Aleksandrit u zhduk në rrethana misterioze. Përdoret ende si një legjend në ditët e sotme, por ai la pas një botë të ndryshuar përgjithmonë. Generali i tij, Ptolemeu, mori Egjiptin dhe krijoi një dinasti që zgjati për shekuj. Gjuha greke u bë gjuha e elitës në të gjithë botën antike. Aleksandri i Madh nuk mund të cilësohet thjesht një pushtues, por një vizionar që ndryshoi rrjedhën e historisë. Në vetëm 12 vjet, ai krijoi një perandori që shtrihej nga Greqia deri në Indi, duke bashkuar lindjen me perëndimin dhe duke prapur kulturën helenike në përbot. Por mbi të gjitha, ai la pas një trashëgimi që do të frymëzonte gjenerata të tëra. Mijëra vjet më vonë, Napoleon Bonaparte, një tjetër gjeni ushtarak, do ta merrte Aleksandrin si modelin e tij. Ai studionte betejat e tij, strategjitë e tij dhe ndëronte të krijonte një perandori aq madhështore. Për Napoleonin, Aleksandri ishte një mit, një simbol i ambicjes së pakufishme dhe guximit të pashoq. Aleksandri jetoi si një legjend dhe vdiq si një mit. Por një gjë është e sigurt: historia nuk ka parë kur më parë dhe ndoshta nuk do të shohë kur më një njeri si ai.